Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Ne sot do të vazhdojmë përsëri me teknikën tonë Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin. Këtë herë blerit, siç e dini, i bëj në MXC dhe këtë herë do ta bëj të njëjtën gjë. Domethënë përsëri do të bëj blerjen e Bitcoinit në MXC. Po shkojmë direkt në MXC dhe këtu mundeni me pa që çdo javë kam investuar $60 në Bitcoin dhe sot po ashtu do të investoj $60 në Bitcoin. Dhe këtu mundem me pa që kjo është shumë që kena investuar dhe sot dhe këtu e kene bërë gati dollarët për investim. Po shkojmë direkt në Bitcoin USDT dhe do të shohim që çdo herë do të shkojmë në market order dhe këtu do të vendosim shumën që do në me bler Bitcoin. Do të vendosim $60, do të shkojmë buy dhe mundën e me pa që orderi jon ka kaluar me sukses dhe se blerja e Bitcoinit ka kaluar me sukses. Siç e dini, këtë strategji do të praktikohet për 50 javë dhe mas 50 javëve do të shohim se çka ka ndodhur me strategjinë tonë Dollar Cost Average në Bitcoin. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mujini me na prokuroni një like për algoritmin e YouTube-it dhe miru pafshim në videon e radhës.